Njëra tha kafe, e tjetri dark. Ka kafe me smiq. Por çfarë do të kem pasur në tavolinë të ejtë mbrëma, ish presidentja Vjosa Osmani e kryetari i Lidhjes Demokratike Lumir Abdigjiku, më interes janë diskutimet që kanë bërë. Ky takim e ka rritur debatin nëse do të ketë bashkim politik mes tyre për zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Osmani tashmë ka nisur fushatën duke u bërë thirrje qytetarëve t'i bashkohen misionit të saj, por pa e konkretizuar formatin politik. Analistët janë të ndarë në mendime nëse garimi i përbashkët Osmani Abdigjiku në një listë zgjedhore do të rezultojë me rritje të përqindjes krahasuar me 28 dhjetorin. Sipas profesorit Basri Muja, rikthimi i mundshëm i Osmanit nuk i garanton LDK-s rritje elektorale. Një rikthim i mundshëm i Vjosa Osmanit në Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk garanton rritje elektorale. Ajo ka pesh publike, por se problemet e Lidhjes Demokratike janë më të thella, lidhen me identitetin e saj politik dhe me humbjen e elektoratit. Madje rikthimi mund të sjellë edhe tensione të brendshme për shkak të së kaluarës së zonjës Osmani. Kurse për profesorin Jeton Kelmendi, ky ribashkim mund t'i sjellë probleme partisë Albin Kurtit, lëvizjes vetëvendosje. Kësaj radhe mund ta themi se lëvizja vetëvendosje do të ketë probleme më serioze pasi që Vjosa Osmani e ka në një tabor tjetër. Mendoj se Vjosa Osmani e ka ngritur në piedestal Albin Kurtin dhe Vjosa Osmani do të jetë ajo që do t'ja përfundoj karrierën Albin Kurtit, sepse me kalimin e Vjosa Osmanit në Lidhjen Demokratike të Kosovës, LDK nuk pres që të del partia, por paktën kësaj radhe, por sigurisht se do të kap shifrën prej mbi 20 deri në 25%. Hera e fundit kur Vjosa Osmani ka garuar në zgjedhje është në shkurt të 2021-s, si numër D në listën e përbashkët me lëvizjen vetëvendosje. Aso kohe, ajo ishte kandidatja më e votuar me mbi 300.000 vota. Ndërkaq paraprakisht, ajo ishte kandidate për kryeministre nga Lidhja Demokratike e Kosovës në zgjedhjet e vitit 2019, ku doli si parti e dytë pas lëvizjes vetëvendosje.